Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Zbulohet surpriza e madhe, ja kush do të fundte tjetër sonte në Bigun e Shqipërisë. Mbrëmja e sotme e spektaklit pritet të rezervojë një surprizë të veçantë për banorët dhe publikun, pasi është zbuluar emri i të ftuarës speciale që do të hyjë në shtëpi. Në promon zyrtare është paralajmëruar prania e një personazhi të rëndësishëm, e cila vjen pikërisht në momentin kur banorët sapo kanë realizuar sfidën javore të aktrimit me skena nga filmi Dy gisht mjalt. Burimet bëjnë me dije se artistja që do t'i bashkohet shtëpisë sonte është Elvana Gjata. Hyrja e saj lidhet me dinamikat e lojës, por edhe me një moment kulminant të karrierës së saj, pasi më 10 maja do të mbajë koncertin e madh Dekada në Milano, një arenë prestigjioze ku kanë performuar yje botëror. Ky rikthim i këngëtares në format vjen pas pjesëmarrjes së saj në edicionin e dytë, ku performoi gjatë ceremonisë së dasmës së Luiz Elli dhe Kiara Titos.